shkelje kushtetuese zotni dashtën gjithçka bëhet. Po shkelje. S'është tamam kështu. E ju po doni me shkelje? A është shkelje kushtetuese instant hodaj apo është çështje e mundësisë një debati këtu po e qartësoj se po i bie që unë kam marrë pozicion këtu. Unë po duhet ta mbrojt vërtetën. Fidani ma mirë si krejt jo se e kupton këtë çështje, shkelja kushtetuese është vetëm nëse shterën kreditor zgjidhet dhe shkon në gjykatë kushtetuese dhe gjykata kushtetuese e konstaton një shkelje të tillë. Deri atëherë s'është shkelje kushtetuese. Që t'ja shpjegoj çdo nëse mujt Taulandit se kështë ndërrymë fillim. Domethënë Taulandi është jurist i mirë, por ky është interesuar me fitu rastet. Edhe avokatët kur me fitu rastet kërë bëjnë edhe te kalime në do gjana. A ka bën te kalim tash? Kesh të thënë. Jo. Rastin e njëjtë e patëm në kryetarin nga imuniteti. Ky është një interpretim të cilin po jep zoti Hodaj, por për me zënuar më shumë debatin, shembull Tauland kur flasim për shpërbërjen e Kuvendit si fenomen që e çon vendin drejt zgjedhjeve, se si akt, janë 3 mënyra që bën, si na në kushtetut dhe po du me në jeni 82 shembull qysh shpërndahet domethënë Kuvendi. Është forma e parë nëse brenda afatit prej 60 ditësh nga dita e caktimit të mandatarit, nga presidenti nuk mund formohet qeveria. Kanë kaluar 18 ditë, që i bjen janë edhe 42 ditë në diskrecion të presidentit me vendos se kush mund të bëjë 61 numra për me bëu domethënë qeverinë. Jo domosdoshmërisht mund të më vendos javën tjetër që me shku vendin zgjedhje data e zgjedhjeve. Por çka duhet me bëu presidenti brenda 10 dite është me caktu një të dytë me provu me bëu domethënë qeverinë. Që i bjen ky testi, kjo prova sipas kushtetutës e nënit 82 është një afat prej 60 ditësh. Nëse për 60 ditë asnjëri prej kandidatëve nuk e bën të numra, atëherë automatikisht përbëhet domethënë Kuvendi pa e pyet as një parti ose Fidan, edhe kjo 10 ditë, interpretimi jam që është 10 ditë presidenti e kandidatit dytë, nuk është 10 ditë mas seancës parë. Domethënë presidentja ka ti afati gjallë ditor, mundet edhe pas 15 ditë më avon ditë. Te e thash, po. 10 ditë ka kandidati dytë. Por 60 ditë janë në dispozicion për presidentin që me shtyr. E vërtet, domethënë mbrana aty në gjallë ditë ka manovra apo mundësi presidentja. Me avën dytit, tretit kandidatit ose me provu, me afru, me majtë takime. A i bie kjo dhe 60 ditë janë nga... Edhe 42 ditë. Edhe 42 ditë i kemi tani. Po me sot 42 ditë mund të presim. Presidentja nuk është e lidhur edhe 10 ditë, brenda 10 ditë mas seancës së fundit, domethënë mundet edhe mas 15 ditë me dhënë. Vetëm 10 ditë ka pastaj kandidati, pas asaj date kur t'ja jep. Po në kuadër të afatit gjallë ditor. Po mundet brenda mas 30 ditë mi thoni ki dhe 12 ditë kandidatët me orno bënë qeverinë. Po ky 60 ditë që nëse kalon. Po, nëse kalon pa presidenti ai bie që ta lejoj tani një hapësirë për partitë politike që ta dëshmojnë. Jo domosdoshmërisht me një herë tani të vendos shembull, ti thot i byti ai. Po, nuk e ka afatin dhëditor, nuk e ka afatin dhëditor presidenti tani. Afati dhëditor është për atë personin e dytë që ja jep presidentja mandatin. E kjo më sjell mua ta bëj pyetjen ty Tauland se nuk do të thotë gjithçysh në gjysmë dhjetorit të marrë zgjedhje. Kjo është esenca, ky është kuptimi. Zgjedhja mund të bëhet në janar. Janar, në gjysmë të janarit. Mund deri në afatin gjallë ditor të shkon e pastaj të shpall zgjedhje që pastaj mundet janare shkon ka mundësi e ka pa fat. Ata sharoj janar mund të shkojnë maksimum. Ata sharoj këtë pikë 26 dhjetori është dita e fundit ku duhet të ketë qeveri sipas nënit 82. Pra, janë 2 muaj. 26 dhjetor duhet me ditë a ka apo s'ka. Nëse nuk ka, atëherë shpërndahet Kuvendi automatikisht. Konsultat i merr konja 10 ditë kushtrim, a 2 javë, deri te data e zgjedhjeve, që i bën nëse cakton në fillim të janarit 45 ditë i bën ndoshta deri 20 shkurt. Shkohet si opsion për zgjedhje. Po ky është opsion. Matematikisht ka afat. Po, nëse presidenti e sheh që s'ka vullnet, ai mund të dhavën tjetër me i shpall, sepse s'ka vullnet edhe nuk e zgjat këtë punë 60 ditë. Apo kupton, sepse kjo është, kështu mund të jetë. Hodaj, a janë zgjedhjet pashmangshme sipas teje në këtë situatë që je duke e parë? Po në këtë situatë jam duke e parë fatkeqësisht po duken që të pashmangshme, është fatkeqe me pa një gjatë të tillë çka po ndodh në Kosovës, me një klasë politike të papërgjeshme në përgjithësi, që nuk mund të krijojë institucione dhe është duhet të reflektojnë kanë edhe një mundësi që të krijojnë, është jetike për institucionet e Kosovës që të krijojnë për Kosovën që të krijojnë institucionet dhe duhet